Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Universiteti e Qerem Çabej, si një aktor i rëndësishëm në rajonin Jugor, është orientuar drejt programeve të studimit, të cilat janë të përshtatura në tregun e punës. Vetëm 5 të tilla funksionojnë në fushën e turizmit, të cilat frekuentohen nga 120 studentë. Në tokat bujqësore të Gjirokastrës vijon puna për pastrimin e kanaleve kullues dhe vaditës, kryesisht në ato sipërfaqe që janë të shfrytëzueshme nga fermerët për të qenë gati për sezonin e verës. Drejtoria e bujqësisë në Bashkinë Gjirokastër thotë se përmes këtyre ndërhyrjeve pritet të përmirësohet ndjeshëm sistemi i vaditës për tokat bujqësore. Shërbimi blu po kthehet në një pjesë të rëndësishme për industrinë e turizmit në qytetin e Sarandës. Shëtitjet me skafe dhe anije turistike po u ofrojnë mundësi turistëve për të njohur hapësira të reja detare këto ditë pranvere. Operatorët që ofrojnë këtë shërbim thonë se ky lloj turizmi po i jep impulse dhe standarde këtij sektori në këtë qytet. 16 familje në Bashkinë e Memaliat janë bërë përfituese të programeve të strehimit. Bonusi i qiras për këto familje, i cili bazohet në varësi të numrit të anëtarëve të familjes, fillon nga 8.000 lekë deri në 12.000 lekë. Ju njohim tani më gjerësisht. Universiteti e Qerem Çabej, si një aktor i rëndësishëm në rajonin Jugor, është orientuar drejt programeve të studimit, të cilat janë të përshtatura në tregun e punës. Vetëm 5 të tilla funksionojnë në fushën e turizmit, të cilat frekuentohen nga 120 studentë. Vëmendja që ka marrë sektori i turizmit vitet e fundit është shoqëruar edhe me rritjen e interesit të rinjve për të ndjekur studimet e larta në programet që Universiteti i Gjirokastrës ofron të përshtatura në tregun turistik. Arsyeja pse zgjova degën e turizmit ishte sepse dega e turizmit sjell mundësi të mira për të punësuar, jo vetëm për të punësuar, por edhe për të eksploruar më shumë rreth qytetit të Gjirokastrës, por edhe për rajonin edhe më gjerë. Një diplom për turizëm është mjaft fleksibël për sa u përket mundësive që kanë studentët për karrierë dhe punësim, thot përgjegjësia e Departamentit të Turizmit Irena Boboli, e cila rendit edhe përfitimet e të rinjve që zgjedhin mes programeve të niveleve të ndryshme, duke nisur nga ata 2 vjeçar profesional e deri tek cikli i dytë të master. Ata përfitojnë njohuri për sektorin dhe industrinë turistike, përfitojnë njohuri në lidhje me drejtimin dhe menaxhimin e bizneseve turistike, në lidhje me menaxhimin dhe destinacionin turistik, përfitojnë praktika në lidhje me shërbimet, praktika bashkëore për shërbimet ndaj turistëve dhe sigurisht praktikat mësimore që zhvillohen pranë bizneseve. Mundësitë e punësimit janë të shumta, qoftë në sektorin privat, por edhe në atë publik. Një i diplomuar në turizëm mund të punësohet në struktura akomoduese, në restoranteri, në agjensi turistike dhe në çdo lloj biznesi tjetër që ka lidhje me shërbimin turistik. Përveç programit të ciklit të parë Bachelor në turizëm të rinjve të rajonit ton, Universiteti e Qerem Çabej ofron edhe programet me kohëzgjatje 2 vjeçare me karakter profesional, asistent menaxher në shërbime turistike dhe udhërrëfyes turistik. 2 degët e çelura së fundi janë edhe ato në bashkëpunim me universitetet italiane, menaxhimi i turizmit të qëndrueshëm dhe menaxhim digjital që i pajisin studentët me diploma të dyfishta. Kur na ndajnë edhe 9 ditë nga përfundimi i aplikimit të skemave kombëtare në bujqësi, qeveria ka vendosur të lehtësojë procedurat për fermerët që aplikojnë për skemën e naftës pa taksa në bujqësi. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Financave kanë miratuar një udhëzim të ri që thjeshton dokumentacionin gjatë aplikimit. Në Gjirokastër aktualisht për skemën e naftës kanë aplikuar mbi 1120 fermerë. Qeveria ka lehtësuar procedurat për fermerë që aplikojnë për naftë pa taksa në bujqësi në kuadër të skemës kombëtare të mbështetjes 2025. Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Financave kanë miratuar një udhëzim të ri që thjeshton dokumentacionin gjatë aplikimit. Fermerët duhet të provojnë aktivitetin bujqësor me një faturë inputësh ose shitje prodhimi. Të vit, fermeri i cili e punon tokën, qoftë ai që është pronari i tokës që punon apo ai që e ka në një kontratë qiraje apo huapërdorje, përpos dokumentave të nevojshëm në aplikim për identifikimin e parcelës apo të dokumentit të pronësisë që ai paraqet, duhet që të dorëzojë dhe një faturë të dorëzimit të prodhimit apo të blerjes së inputeve të farave apo të plerave kimik. Udhëzimi kërkon edhe dokumenta për pronësinë e tokës, përfshirë certifikat apo kontratë qiraje. Mbështetja me naftë vijon sikundër në vitet e shkuara, është një mbështetje e cila mbështetet në sipërfaqe dhe në kulturat e mbjellat nga fermerët, pra kemi një diferencim të çmimeve, por kjo ka qenë dhe në vitet e shkuara në skemën mbështetëse.
Aplikimi do të jenë të hapura deri me 30 maj 2025, ndërkohë vitin e shkuar përfituan mbi 52.000 fermier nga kjo skemë në të gjithë vendin. Në tokat bujqësore të Gjirokastrës vijon puna për pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditse, kryesisht në ato sipërfaqe që janë të shfrytëzueshme nga fermerët për të qenë gati për sezonin e verës. Drejtoria e bujqësisë në Bashkinë e Gjirokastrës thotë se përmes këtyre ndërhyrjeve pritet të përmirësohet ndjeshëm sistemi i vaditës për tokat bujqësore. Pastrimi kanaleve kulluese dhe vaditëse është një proces i rëndësishëm për menaxhimin e ujit në tokat bujqësore, veçanërisht gjatë periudhës pranverë-verë. Në qarkun e Gjirokastrës po vijon puna intensive për pastrimin dhe mirëmbajtjen e këtyre kanaleve, me qëllim sigurimin e vaditjes së tokave bujqësore dhe jo vetëm. Po vazhdojmë punimet për gjithë kanalet vaditse. Aktualisht kemi bërë rreth 14-15 km, nga 20-25 janë gjithë në njësitë administrative të gjitha kanalet. Pra besoj që në datën 1, që përkon dhe me fillimin e sezonit të vaditjes, ne jemi brenda objektive do ta realizojmë. Një pjesë e këtyre kanaleve ka nevojë për më shumë se një ndërhyrje në vit për të ardhur në ndihmë fermerëve që kultivojnë prodhime bujqësore. Për të gjitha këto punime, besoj që hyjmë në punë të gjithë fermerëve, janë 3.000 hektar që vaditen nga këto kanale, besoj që do t'i realizojmë shumë shpejt. Pastrimi i kanaleve synon jo vetëm përmirësimin e cilësisë së ujitjes, por edhe rritjen e rendimentit bujqësor për fermerët e zonës. Vjosa në festë rikthehet për të 4-tin vit këtë fundjavë më 23 dhe 24 maj në Memaliaj dhe Tepelen. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ndau sot në rrjetet sociale një video informuese për këtë festival. Memaliaj do të kthehet në një skenë emocionuese aktivitetesh artistike e kulturore që promovojnë potencialet e jashtëzakonshme për turizëm të krejt zonës. Këtë fundjavë jehona e lumit Vjosa na thërret të shkojmë pranë e të festojmë së bashku në Memaliajin turistik, theksoi Kumbaro. Vjosa në Fest 2025 është një festival që mbahet në zemër të parkut kombëtar të lumit të egër Vjosa. Ky festival ka për synim promovimi dhe mbrojtjen e një prej thesareve natyrore më të ralla të vendit tonë, lumi në Vjos. Kjo festë bashkon kulturën tradicionale me ritmet moderne, natyrën me krimtarinë dhe njerëzit me Vjosën. Lumin e fundit të egër në Europë. Gjatë 2 ditëve ka koncerte live, art, panajire lokale, aktivitete për të gjitha moshat e të tjerë. Qyteti i Gjirokastrës është kthyer tashmë në destinacionin kryesor të turizmit. Vizitueshmëria ka qenë e lartë që prej fillimit të vitit e deri tani, duke shkuar në rreth 60.000 vizitorë, ndërkohë që hapja e bujtinave në zonën muzeale po ndikon pozitivisht në zhvillimin e turizmit dhe kryesisht në ekonomi. Gjirokastra nga viti në vit po mirëpret në çdo stin turist nga vendi dhe shtetet të ndryshme të botës. Sipas pedagoges së ekonomisë Antoneta Polo, vizitueshmëria është në nivele të larta në qytetin e Gurë. Pritshmëritë për një sezon turistik të mbar janë çdo ditë të larta, pasi pritet që në muajt në vazhdim të presim edhe më shumë turistë të huaj. Turizmi në qytetin e Gjirokastrës në këtë periudhë ka filluar të zhvillohet me ritme të kënaqshme. Jemi të gjithë dëshmitar të numrit të turistëve që vizitojnë qytetin e Gjirokastrës dhe këto një numër i lartë turistësh gjithnjë përkthehet në të ardhura për qytetin e Gjirokastrës. Pretendojmë dhe presim që ky turizëm të rritet akoma më shumë në muajt në vijim, pasi siç e dim jemi në fillim të sezonit turistik dhe një numër i tillë i kënaqshëm i turistëve premton për një të ardhme të mirë të turizmit në këtë sezon. Çelja e sa më shumë bujtinave, kryesisht në zonën muzeale, po ndikon pozitivisht në zhvillimin e turizmit, por edhe në ekonominë e gjirokastritëve, të cilët kanë hapur dyert për të mirëpritur turist nga mbar bota dhe për t'u treguar vlerat, traditat dhe historinë gjirokastrite. Bën re një rritje e madhe e numrit të bujtinave, të hoteleve, të shtëpive që njerëzit kanë hapur, dhe kjo gjithmonë si pasojë e rritjes së turizmit. Sa më shumë kërkesa të kemi nga ana e turistëve për akomodim, aq më i madh do të jetë dhe numri i atyre individëve që merren pikërisht me akomodimin. Pra, do të çelen më shumë bujtina, do të hapen më shumë hotele, dhe kjo gjithmonë është në të mirë të vendit të Gjirokastrës. Gjirokastrën e kanë vizituar rreth 60.000 turistë që prej janarit e deri tani, duke kthyer në një prej destinacioneve më kryesore të turizmit.
Shërbimi blu po kthehet në një pjesë të rëndësishme të industrisë së turizmit në qytetin e Sarandës. Shëtitjet me skafe dhe anije turistike po u ofrojnë mundësi turistëve për të njohur hapësira të ndryshme dhe të reja detare këto ditë pranvere. Operatorët që ofrojnë këtë shërbim thonë se ky lloj turizmi po i jep impulse dhe standarde këtij sektori në këtë qytet. Sportelet e guidave detare të turistëve të kësaj pranvere kanë dalë përgjatë shëtitores së Sarandës, sepse udhëtimet detare tashmë janë të përditshme dhe ofrohen jo vetëm nga varkat dhe skafe turistike, pasi motorët i kanë ndezur edhe anije turistike të kapaciteteve të mëdha. Pranë banakëve që shërbejnë si biletari gjenden prezantuesit e guidave nga suksesi të cilëve varet edhe shitja e tyre. Ata na thanë se 3 javët e majit nuk qenë aq të kënaqshme, edhe për shkak të ndryshimit të motit, ndërkohë që më shumë udhëtime kanë realizuar gjatë prillit. Qojmë të plazhi Ushtarit, në Kakome, në Krorës. Ati në Krorës qëndrojnë rreth 2-3 orë, ka dhe lokale. Tani shkillimi, puna është pak e minimizuar, se dhe koha muaj maj ka qenë pak i freskët në shira, edhe në muaj prill pati pak më tepër, po është në pritje se flasin njerëzit që kanë prontuar hotelet dhe sa dëgjojmë, do të ketë dymi. Ka filluar buçët me njerëz nga shumë vende, dhe sidomos nga Franca dhe Hollanda. Kemi pasur goxha turista të tjerë, por nuk lëm papërfshirë dhe nga Pakistani, nga Egjipti gjithashtu. Kemi pasur italian, akoma jo, por e dim që do na vinë së shpejti, shqiptar goxha, sidomos nga Maqedonia dhe nga Kosova. Zoni tani për momentin është pak më ndryshe nga vjet. Edhe shpresoj të vemi më mirë. Mes shitësve të guidave lëndruese është edhe vajza nga Ukraina. Jam nga Ukraina dhe shes këtu bileta. Jeni të mirëpritur në udhëtimet tona detare. Teksa rezervuan lundrimin e tyre për të nesërmen, Livia dhe Simona, 2 vajza italiane, ishin kaq të kënaqura me ditët e tyre në Sarandë, sa para kamerës sonë bën ftesën e tyre të sinqertë për të ardhur nga gjithë Europa në Shqipëri dhe Sarandë. We are from Italy. Jemi nga Italia, ne po e shijojmë. E jani në Shqipëri në destinacionin më të bukur në botë. Njerëzit janë fantastik. Fantastic. Ekranët e instaluar në tërgjatësinë e shëtitores janë një prezantim filmik i guidave që organizohen çdo ditë në drejtim të plazheve herë të virgjër të periferisë së Sarandës, si Krorëza, Kakomeja, plazhi Ushtarit, gjiri i breshkave të tjerë. 16 familje në bashkinë e Memaliajt janë bërë përfituese të programeve të strehimit. Bonusi i qiras për këto familje, i cili bazohet në varësi të numrit të anëtarëve të familjes, fillon nga 8.000 lekë deri në 12.000 lekë. Bashkia Memaliaj vjon mbështetjen për familjet në nevojë përmes programeve të strehimit. Specialistja e ndihmës ekonomike në këtë bashki, Laura Hoxha, bën me dije se aktualisht po ndihmohen me bonus qiraje 16 familje. Bonusi jepet në bazë të numrit të anëtarëve të familjes, duke filluar nga 8.000 deri në 12.000 lekë. Bashkia Memaliaj për të ndihmuar familjet në nevojë të cilat janë të shumta dhe të cilat kanë nevojë për pagesën e qeras apo për restaurimin e banesave, janë orientuar për të bërë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm dhe kemi ndihmuar edhe 16 familje për vitin 2025, të cilat do të trajtohen me bonusin e qeras. Bonusi e qeras jepet në bazë të numrit të anëtarëve të familjes, duke filluar që nga shuma 8.000 lekë dhe deri në 12.000 lekë të reja. Ajo shton se edhe për këtë vit është kryer aplikimi për përfitimin e fondeve për programin e restaurimit të banesave me qëllim përmirësimin e kushteve të jetës për shtresat në nevojë. Kemi aplikuar gjithashtu edhe për programin për restaurimin e banesave për komunitetet e varfra në bashkinë tonë, por ende jemi në pritje të përgjigjes. Programet e strehimit mbeten një nga prioritetet e bashkisë Memaliaj, me synim lehtësimin e barës për familjet më të prekura nga vështirësitë ekonomike. Grupi i mirënjohur i muzikës shqiptare Elita 5 me këngën Natën e Mirë ka fituar edicionin e 22 në netët e klipit shqiptar, një prej eventeve më të rëndësishme të muzikës dhe videoklipit në hapësirën shqiptare. Mbrëmja solli një mozaik çmimesh që shpërblyen artistë afirmuar dhe talente të rinj në zhanere të ndryshme. Çmimi i titulli videoklipit Nata më e Mirë
e shtëpia e prodhimit Jovinski Film me protagonist Elita Pes. Grupi legjendar Elita Pes ishte kurora e mbrëmjes galate edicionit të 22 të netëve të klipit shqiptar, duke fituar çmimin kryesor, klipi më i mirë në të gjithë komponentët, për videoklipin Natën e Mirë. Trofeu ju dorëzua nga producenti i njohur Petrit Beci. Elita Pes gjiten urime edhe një herë për këtë vlerësim të merituar. Përveç çmimit të madh, Elita Pes u vlerësua edhe për montazhin më të mirë në klip, duke dëshmuar standardin e lartë artistik të grupit. Mbrëmja solli një mozaik çmimesh që shpërblyen artistë afirmuar dhe talente të rinj në zhanre të ndryshme. Çmimi grafika më e mirë në klip shkoi për Pink Moon. Çmimi Deliart ju dha Aurel Thellimit. Klipi më i mirë balad shkoi për Silva Gumbardhin. Debutuesja më e mirë shkoi për artisten e talentuar Luna Çausholli. Ndërsa çmimi klipi më i mirë urban shkoi për artisten Orgesa Zaimi. Kamera më e mirë në klip shkoi për Hezi dhe Klodian Kodra. Klipi më i mirë i muzikës qytetare ju dha artistes Ertila Koka. Çmimi klipi më i mirë rock shkoi për Rull. Çmimi i publikut shkoi për artisten Rina Januzi. Çmimi dueti më i mirë në klip shkoi për Genën dhe Mimoza Shkodrën. Çmimi Fabula më e mirë në klip shkoi për Fatjeta Barbullushin. Regjia më e mirë në klip shkoi për Emilio Lekën, Big Bastën dhe MC Kresha. Best Influencer Artist, një çmim i ri i këtij viti, shkoi për Stresin. Interpretuesja më e mirë në klip shkoi për Marcela Çibukajn. Produksioni më i mirë në klip shkoi për Full Moon Production, Bardhi dhe Melinda. Ceremonia e zhvilluar më 20 maj u drejtua me hijeshi nga Ermal Peçi dhe Drita Ziri në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Ndërsa atmosfera përpara nisjes së spektaklit dhe emocionet e para të artistëve, por edhe të ftuarve në tapetin e kuq, u moderua nga gazetarja Katerina Kule. Edicioni 22 i netëve të klipit shqiptar, edhe këtë vit, përforcoi rëndësinë e kësaj platforme për promovimin e artit muzikor dhe vizual shqiptar, duke sjellë në vëmendje krijimtari cilësore dhe energji të reja në skenën muzikore. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.